Veç shpesh. Kjo është qa që holl, është e but, e mirë që nuk e dëmton ftyrën, është dermatologish gëteste, do me thonë që e kanë bo dermatolog, për thamë, edhe mundet krejt familja me pastru ftyrën me ta. Okay? Do me thonë kjo është opcioni parë, e he këta, do me thonë të njëjtën maqin, hin tjetra. Është kjo tjetra, është me ultraza, është e holl, i hek mitesat, i hek dzezat, i hek aknet nëse keni, i hek likurin e vdekne, edhe ta knosh ftyrën. Ku ka nevoj e bën. E he këta, e qet këta të rudhave, e qet kremin e duhur në ftyrë, do me thonë që të vynë, edhe tash mbare çfarë moshe ki, a do mi parandalu, a do mi largu rudhat, edhe me këta e mshan, gjithka dhe dekoldes, do me thonë edhe heken rudhat gradualisht ka daldale. Tjetra është për celulit, do me thonë e hek celulitin, e lyn trupin ku ki nevoj, durve që lëshohen, se di që shë kuptu t'ju, ndështa, do me thonë, e bën trajtimin e ftyrës, për thamë, se ndështa t'ingloj edhe keq. Kështu që celulitin, kom, në bark, në dur, ku do që ki celulit, e largon. Mrena 3 jave që kemi pa shumica rezultatin. Do me thonë e ki për krejt trupin, është e licencume, s'ka kërkush nuk ka drejt me bot njejtin, do me thonë, sigur kjo. Edhe me bile është edhe në lirim, plus vinë edhe kolagena, për 10 dit me pikë kolagen ekstra me pumpa trupin, tani mi ndimu me këta, edhe kështu që, po afka, falemderës, trajtimin e bën. Rehina është në lirim duna me hi me këqyr, nuk e di sa kësa është, do me thonë krejt komplet, kjo maqina vjen komplet, me kremat e veta, me 4 opcionet, edhe vjen ajo kolageni, edhe diçka tjetër vjen dacu.